Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga pagjumësia, ja receta me 2 përbërës që u vendos në gjumë për 30 sekonda. Ju ndoshta nuk e dini se disa ushqime të thjeshta mund të ndihmojnë në trupin të relaksohet dhe të përgatitet për një gjumë cilësor. Por çfarë duhet të konsumoni përpara se të flini për të pasur një gjumë sa më të qetë gjatë natës? Shumë njerëz pinë një gotë me verë para gjumit për t'u qetësuar, por kjo mund të bëjë edhe gjumin më të keq. Ekspertët thonë se alkooli mund të ndikojë në cilësinë e gjumit, edhe pse mund të duket se ndihmon për të fjetur. Në vend të verës, mund të provoni të pini një gotë me qumësht të ngrohtë që ndihmon në prodhimin e melatoninës, hormonit të gjumit. Gjithashtu mund të hani arra, bajame dhe fistik, të pasur me magnez dhe zinc, që ndihmojnë në një gjumë më të qetë. Edhe kivi, qershit dhe peshqit si sardelet janë opsione fantastike. Për ata që nuk e duan të hanë para gjumit, çaji i kamomilit ose një suplement magnezi mund të jetë gjithashtu një zgjidhje ideale. Shmangni pijet me kafeinë gjatë pasdites dhe mbrëmjes, pasi mund të ndikojë në cilësinë e gjumit. Shtrihuni dhe zgjohuni në të njëjtën orë çdo ditë edhe në fundjavë, për të rregulluar ritmin tuaj të gjumit. Sigurohuni që dhomat të jetë e errët, e qetë dhe e freskët. Përdorni perde të trasha, fikni telefona dhe krijoni atmosferë të qetë, të cilat do të ndikojnë gjithashtu në një relaks më të mirë të gjumit. Pirja e qumshtit të ngrohtë përpara se të shkoni në shtrat mund të jetë një alternativë fuqiplot për të evituar kështu problemet e pagjumësisë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjën e lumturisë dhe mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet në shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi mund të nxjisë gjumin edhe të ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Edhe çaji i mentes është një alternativë fuqiplot. Çaji i mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Mentet zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të marrë parasysh. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan. Prandaj, ai mund të prodhojë hormonin melatonin, duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë nga opsionet efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale që janë të afta të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, ato zvogëlojnë presionin e gjakut dhe entjen në veshka. Palësasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmojnë trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Bananet. Bananet përmbajnë gjithashtu triptofan, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka një efekt qetësues që funksionon në mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në një ndjesi të ngopjes, gjë që rrit dëshirën për të fjetur, citon Bright Side. Çaji jeshil. I pasur me antioksidant, çaji jeshil është një mundësi shumë e mirë. Sidomos kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj ju relakson dhe largon stresin, duke ju ndihmuar të flini shumë më qetë gjatë natës. Qumshti i bajames. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë më të thellë. I pasur me magnez, qumshti i bajames ka provuar të jetë shumë efektiv kur bëhet fjala për nxitjen e gjumit. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka triptofan, dhe fal kësaj trupi mund të prodhojë melatonin. Ky hormon është thelbësor për rregullimin e orareve të gjumit dhe kjo është një arsye pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren që të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur siç duhet. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit ka një efekt zbutës për trupin. Zakonisht rekomandohet për dhimbjet e stomakut pasi mund të ndihmojë me tretje në lehtësimin e tensionit të brendshëm. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë për shembull pagjumësia dhe ankthi. Qershi.
Konsumi i lëngut të qershive ose disa qershive të vogla sigurisht që do ju ndihmojë. Qershit janë një burim shumë i mirë i melatoninës që ofron natyra. Melatonina njihet si hormoni i gjumit. Ato lindin nga shëndrimi i serotoninës. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje dhe ju bën të ndjeheni të lodhur dhe gati për gjumë. Kështu ju mund të flini më mirë pa marrë asnjë ilaç ose tablet tjetër artificial. Këtë e tregojnë edhe disa studime të cilat subjektet e testuara pinin një gotë me lëng qershie para se të flinin. Ata i zuri gjumi mesatarisht plot 17 minuta më herët. Gjë më e mirë se efektet anësore të pilulave të gjumit nuk duhet të merren parasysh këtu, sepse është një produkt krejtësisht natyral dhe i shëndetshëm. Qiqrat. Qiqrat janë gjithashtu një zgjidhje e mirë. Ato janë të pasura me vitaminën B6. Kjo kërkohet nga trupi në mënyrë që të jenë në gjendje të prodhojnë melatonin. Qiqrat nuk u mungon as kalciumi dhe magnezi, dy element kryesor të një ushqyerje të shëndetshme dhe një gjumi cilësor. Nëse doni të keni një gjumë cilësor, atëherë në dietën tuaj duhet të përfshini edhe qiqrat. Fal elementeve të tyre ushqyes, ato mund të luajnë një rol të mirë edhe për mbrojtjen e cilësisë së gjumit të dobët. Gjithashtu, në dietën tuaj duhet të përfshini drithrat. Nëse mungon vetëm magnezi, një bukë e thjeshtë integrale mund të ndihmojë në vend të një tablete. Dihet se ushqimet me drithra integrale që nxisin gjumin ju ofrojnë gjithmonë shumë magnez. Studimet madje tregojnë efektet e magnezit në nxitjen e gjumit. Produktet me drithra integrale janë një recetë vërtet mrekulluese, veçanërisht kur bëhet fjala për stresin, pasi magnezi redukton çlirimin e hormoneve të stresit. Si alternativë ndaj bukës mund të përdorni për shembull edhe bullgur. Produktet e qumshtit. Ushqimet që nxisin gjumin vijnë në të gjitha format, madje edhe ngjyrat e mundshme. Nëse nuk jeni vegan, bulmeti mund të bëhet miku juaj më i mirë. Ato përmbajnë shumë triptofan, i cili është shumë i rëndësishëm për trupin tonë. Ato bëjnë të mundur që trupi të prodhojë serotonin. Serotonina është hormoni i lumturisë që ju bën të jeni të lumtur dhe pengon ato mendimet të bezdisshme që vijnë gjithmonë në mbrëmje. Serotonina është gjithashtu e nevojshme për të prodhuar melatoninën. Edhe frutat e thata janë një zgjidhje shumë e mirë për cilësinë e gjumit. Opsioni vegan i produkteve të qumshtit janë frutat e thata. Frutat e thata përmbajnë aminoacide esenciale triptofan. Nëse dëshironi, përfshini dy fishin. Mund t'i kombinoni të dyja gjithashtu. Për shembull, mund të përzieni frutat e thata me kos duke dhënë një nxitje të mirë për gjumin. Kushdo që ende beson se yndyrrat janë gjithmonë të këqija për trupin, nuk është marrë si duhet me ushqyerjen, sepse yndyrrat e shëndetshme, siç është për shembull fruti i thatë, perimet dhe frutat, nuk janë as pak të dëmshme, por një pjesë e rëndësishme e një diete të ekuilibruar. Edhe avokado mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ju. Në listën e ushqimeve që mund të nxisin gjumin, nuk do të ishte plot pa avokado. To gjithashtu përmbajnë shumë magnez, i cili siguron që muskujt të relaksohen. Ju mund të dalloni mungesën e magnezit nga fakti se muskujt dhe nervat tuaj provokohen shumë lehtë. Kjo krijon shqetësime të brendshme dhe e bën më të vështirë që ju të bini në gjumë. Përveç kësaj, magnezi mund të përshpejtojë edhe rigjenerimin e muskujve dhe në këtë mënyrë të shkurtojë dhimbjet e tyre. Bananet. Tani kemi ardhur në kulmin e listës së ushqimeve që nxisin gjumin. Bananet. Nuk ka asgjë që ky frut nuk mund ta bëjë. Ato përmbajnë magnez, kalium dhe vitamina. Këtu gjenden edhe aminoacidet triptofan, të cilat njihen si përgjegjës për aftësinë e trupit për të prodhuar melatonin. Në kombinim me magnezin dhe kaliumin, temperaturat e trupit ulen dhe ekuilibrojnë hormonet që rregullohen. Nuk është të çudi që e keni më të lehtë të relaksoheni pasi keni ngrënë një banane. Përveç kësaj, presioni i gjakut do të ulet dhe sigurohet një tretje më e mirë. Gjithashtu do të keni edhe një gjumë më cilësor. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.